në krah e kanë gjerë revolin dhe më ka qëllu bashkë në rrët pajisje. Gjithë ati gjaku që është derë, i kanë radu pikat gjakut nga shtëna në gjamat. Dere dhe në rafshin moral ka njësë me në qmuta, s'ka në vraqë pa drejta, se kush zanës më kështë ndëgjë. Kur dikush e rrezikon jetën, edhe ti tash ai treti me dalë prej kornere që shtojmë na. Sot kemi ardhur në Mitrovic për me taku një ish-zyrtar policor i cili në vitin 2008 ka qenë i njohur si hero. Është fjala për zotin Enver Plana, i cili aso kohë u plagos të rënd në oborin e stacionit të policisë në Mitrovicën e Jugut. Që nga ajo kohë preva që e mori zoti Plana edhe sot gjendet në trupin e tij. Hajdini me mund në shtëpinë e tij për me bë muhabet rreth kontributit dhe zhgënjimit të tij në policinë e Kosovës. Inshallah dojnë mysafir. A vë do në mysafir? Jeni të mirë se orën. Kemi arë me pa herojnë e vitit 2008, a e qaj? Po thejmi që po. Faleminderit shumë për vizitën e dërnonë më. Kam punu nga data 14 qershor 2004 deri më 28 dhjetor 2024. Dhe më dhënë diku 20 vjetë e 5-6 muaj. Mirë po kam i bindje që pa marrë parasysh statusi momental që e ki, nëse ke qenë polis, do jesh akoma një farë polici, jo në thojsh, apo të kontribosh në rrafshin e sigurisë që është nderi veçantë. Ka edhe një rast që kam qenë involuar, dhe është rast Tiranë, kum pas fat e kum bijetuj se nga se jam i plagosur në vend pune me datën 14 qershor, pra është 2008, në më dhanë pas 4 viteve punë në policinë e Kosovës. Ka ardhur një shtetas sërb, kum dosh ta fus brenda stacionit, nga se nga kolegtave kuptova që është një shurdh me si Skënderajit, edhe kaq mu ka desht që dalë ta marrë, ta vendosi, ta rahatoj një farforme, nga se ka qenë dikun ka ora një, shumë kujtojtë saksisht, 20-30 minuta mos gjysmës natës, imagjinoj të ecë krah, në krah e kanë gjerë revolin dhe më ka qëllu bashkë në rrët pajisjeve këtu, ku më pas fat. Ose më mirë me thonë, Zotin ka rujt, edhe në momentin që më ka qëllu më armë, ka tentu të tik nga vendin ngjarjes në drejtin turës Ibrit, nga se stacioni atëherë ka qenë vendosur në qatë pikë, tash është parking për vetura, edhe aty për aty ku më arrit me nxjerrë revolin, ku më shtin drejtin tina, jo me lëndu, jo qëllimi më ka qenë ta eliminoj si sulmus. Mirë po, edhe një farforme ka pas fat, nëse nuk gabohem, 5 preva nga unë ime i ka marrë, edhe për me ilustru pak vendin e ngjarjes, ku ka qenë kiosku i sigurimit të UN-it, ku edhe sot është akoma ajo objekti i Shqigobankës, i ka ra revoli aty. Në seanca gjyqësore kam vrejt që të gishtin tregus, në fakt tunazës nuk e ka, si pasojë qëti rasti, edhe informatat cilat i kam plak të marra i ka në këtë pjesën e pasme të trupit. Sa më kujtojt shkrepjen e dytë, aje ka ullë atë siluetën si figur, nga që ullë në katunor, i thëjmë kacull kështë. Edhe po këtë predat, kur e kanë ro këto, është dalë se hyrje dhe dalje në qatë pozit, edhe kam thonë pozitës cilën e ka morë dhe plot. Në momentin që është ngrit prap, ka morë drejtimin hymjes të stacionit. Falë Zotit kam qenë i kujdesshëm, nga se nuk kam qenë i emocionuar, apo absolut. Më konë shumë që tash jem pak më i ngarku në farforme, se sa në rastin konkret. E kom prit deri ka në pozit pastër, në vi me kioskun e sigurimit të UN-it, se kisha frikë mos pëllenda i dikem prej atyne. Momentin që dojnë prap në pozit pasër, kom shtin të, e di që ka pas diçka ndorë, po çka ka pas nuk e di. Edhe prerën e fundit që kom shkrep, është momentin kër e ka kap derën e hyrjes për me fut brenda, i kanë radu pikat gjakut nga shtëna në gjamat të dyrëve të stacionit, edhe i ka ra, unë e ku mendu që ka armë, mirë po kështë qenë thikë. Kjo është veprimtaria ime në rastin konkret.
hyrja e stacionit, po flas prej oborrit deri në hyrjen e stacionit në objekt, veprimet janë kryer nga ana ime. Prej atij momenti edhe brenda, unë nuk e di çka ka ndodhur. Bile, ajo kolega i ka shkep 10 plumbon, sinqerisht si kam dëgju. Si kam më pyet dikush, a kem dëgju diçka, s'më mi thon kurrë nga se nuk kam dëgju, por më zbërthy senet, më vjen keq, nuk opinionit e këtë qoftë një gjë. Unë nuk kam qëllim të bëj reklam vetvetes. Absolut jo. Qëllimi im i krejt këtij mohabeti është që organet gjyqëse të vëdësohen njëre për gjithmonë edhe të mbrojnë të drejta. I potën materialin cilin e kam. Këtu në si kum shkruve, aty ceket në mënyrë decisive, thot polici plane, thot reagoj aty për aty, me armë zjarë, ju ka këndërvyj sulmusit, edhe tash për fat keq për disa përfaqësuese të institucionit ku isha këtu në Mitrovic, ma kanë thonë si po bisedojmë në ti tash që të ne po na tregon ç'ka ndodhur rasti. Dhe më thonë ata e kanë ditë më mirë pse s'kanë qenë prezent, ç'ka ndodhur rasti se sa që kanë qenë prezent. Pse funit policia nuk është veç e imja, as Kosova nuk është veç e imja. Unë kam për obligim mu sjell edhe me pas qëndrim që me të vërtet me arsyetu qatë titullar të cilin e ki momental. E jo të dalun e një rahaxhoks ose runa zot një arrogant që mos ta llogaris për qenje njerëzore këndo qoftë. Dhe më thonë, ti jesh tamam njeri në kuptimin e drejt fjallës edhe në stansë të fundit, konform gjitha gjërave që i kemë përjetu, gjitha tyne viktimave, gjitha ti gjaku që është derë, kem për obligim, bile në këtë formë, me ja këtu një bërës të vogël popullet edhe dhejot. Ka qenë një djallë në atë reportin ku isha i shtim spital në Prishtinë, po për fat keq nuk e di kush ka qenë. Çdo ditë më ka sjell shtypin vetar. Aty se u mur vesh, u bën një farë buja aty ja polici. Rregull, faleminderit shumë për gjithëve. Mos të harroj edhe një detaj të ceku, nga sa edhe në shtëpi këtu më kanë ardhur shumë qytetarë me vizituar për qatë ku. Ju jam shumë falënderues. Edhe thotë çka ka thonë ministri për ty, ai më dyqysh ma fort u gëzoj po get ai për mua se sa unë që e pash kështu. Po shifë, unë sinqerisht ju them, e ndi akoma dhe sot obligim që të punosh as sa dine sa mundesh. E jo në përshamu të krej emër një farforme që filane çka ka bo. Këto për mendimin tim nuk qenë pesh, absolut. Unë për vetën time, ju më kuptoni edhe opinione, ose kush e sheh këtë material, letë me kuptoj si të doj, mirë, po nuk kam prit, absolut nuk kam prit që do të sillen kësi forme edhe të mimohojnë të gjitha ato, çfarë kam kontribua, edhe pse, me sinceritetin më të madh, unë jam drejtuar të eprorët e mi vetëm në rrafshin medikal, dhe më thonë për ndihmë shëndetësore, nga se kom pas pa kompleks që nëse intervenohet pasojat. Nëse zgabona Bedri Bakalli, doktorin që kukoj i ortopedisë, më pa të thonë që ti pse po insiston me jek prellën. Po të kështë ditë që kime marrë prellë në trup, edhe me të pyet dikush, ti vetë më kështë ditë me zgjedh rrugtimin e prellës, që të falë Zotit s'ta ka damtu asnjë organ vital, me përjashtim është shumë ofër, për herë po shumë dëgju për nerve në shijak. Edhe ke mujt me met invalid për ta jetën. Në këtë rrafsh, unë nuk e vlen as më përmend, mos të bona tash shumë i tepër se populli e din kush ka kontribu. E di edhe unë për fat mirë. Edhe tash mu më vret në tërgjegja për shembull, më mburr në ato kishe jo, unë po them edhe një herë. Poenta e gjithë këtij mohabeti është që vetëm e drejta të funksionoj, të vlerësohet, jo të mohohet. Tash unë nuk po du m'ju lodha juve, edhe as opinionin, më rrëfy për shembull çfarë raste. Deri edhe në rrafshin moral ka nisë me nënçmu, tash s'po du me përmend emra për hir që kanë familje, se jo për diçka tjetër. Ata e din. A mundi me thonë zoti Plana që policia edhe pse thirret në drejtësi, edhe thirret në mbrojtje, edhe thirret, a mundi me thonë që brenda stacioneve, eks stacioneve nuk ka drejtësi që ashtu qysh
Po, këtë bindje nuk e kum pas, para se me ardhë deri te rasti. Bile ndoshta më kanë thonë dikush ju kisha kundërvy, kështu në një verbale, po më vjen keq, për rastin konkret, drejtësi për mu nuk ka pas. A keni marrë ju dëm shpërblim prej shtetit, a keni kërku me sa e diun e Predha është ende në trup tonë? Po. Edhe natyrisht besoj që s'ka qenë jeta njësoj sikur para Predhës e sikur mas, Predhës shtuar kësoj që tash i keni bë dhe do vjetë edhe Predha ka flajt në trup tonë, po mu po më interesojnë, më falë për modesti. Jo, në rregull është. Qashto është, Po dhe po. Mu po më intereson, a keni kërku do më shpërblim për shtetit, ose a ju ka shpërbly shtetit diçka, edhe mas ju ka shpall hero? Ai është deklarim e Ministrit Punëve të Brendshme, që e ka qujtë policin plana hero, për ndryshe mirë oficiale, unë e gëzoj një mirënjohje trimërije. A kupton? Megjithatë do të më thonë shumë për mua, se megjithatë e kam bërë një punë shumë të vogël, që ndoshta ka mujt me pasojë shumë më të mëdha natë, nga se mirasi shkurt kështu, unë në momentin e caktuar e kam mbrojt shtetin, institucionin dhe vetvete. Mirë po nuk e kam pas, as sot akoma nuk e dam, më kanë vrarë të padrejta, se kush zanis më kishë ndëgju. Nga se, unë jam i thirrur për veprim, jo veç unë, po gjithë kolegët e mi, shteti pajisjet cilat i posedon një zyrtar policor, nuk t'i jap për revy mode. A kupton? Po në rast nevoje, ta përdorsh shufrën, atë sprejin, prangën, pa edhe armën e zjarrit. Nëse veç pjekën kushtet, në rastin të më në s'kum pas alternativ tjetër është dashtë të veproj ashtu si kam vepru dhe shqyqë Zotit me gjithat mirë ka përfunu. Kam implementu pa di për mendim vend punë dhe kompenzim me kërkes ose me finalizim të kësaj pa di që të më kompenzohet lëndimin vend punë. Gjykata themelore mi ka ndarë, nëse s'gabojmë 23.600 ose 800 euro, së është me rëndësi. Ministria e Punëve të Brendshme është ankun vendimin e themelores, gjykata e apelit mi ka ndarë vetëm 8.000 euro. Më vjen keq se për fatkeq ne jemi shtet akoma i varfër në atë rrafshin material. Unë e di, po them edhe një herë, që ka raste shumë më të rënda se të mia. Mua më vret edhe do të më vras deri në filmin e fundit veç e pa drejta që më është. E kur t'u kanë marrë ty, zoti Pllana, çto merita? Prej fillimit. Prej 2010 dhe gjithë t'u kanë marrë meritat, Po sa tash që ti e lëndue, diplome. Sheve, tash në rrafshin zyrtar, ata do të thotë e prort apo institucioni mos jemi edhe ne i vrasht në këtë rrafsh. Unë me performon për me këtë mendimin mjekësor, jam liru për shembull prej uniformës, prej sforcimeve fizike. Këto kanë qenë një oficiale dhe të pashmangshme në farforme për raste të tilla. Për ndryshe, jashtë kësaj, unë i kom dëgju, kalim thë shote Galica, jo, kësi etiketime, unë në fillim nuk e kom ditë, për këmë po bisedohet, nëse do një më besoni nëse jo, kur e kom kuptu, për kënë është, e kom një vetën të film, për dhe shumë sinqerit. Si më una për shembull unë me cek një sen, ose një gjatë, cilën një farforme nuk kom bo kur gjë. Edhe tash me marë, edhe plus prononcohet e njëjta në mjetet informimit që unë e ndala sulmin, unë e këtë, unë atë. Nuk është në rregull kjo. Pse nuk është në rregull? Nuk është reale. Nuk ka fakte. Faktet ekzistojnë. Janë edhe në stacion këtu në Mitrovic, janë edhe në prokurori, po janë edhe në qendër në Prishtinë. Këtu janë dokumentacion që nuk mund është me manipulu herë si të duashti. Ti po do të më thonë që një kolege jotja ka dalë publikisht, intervistën e kom pa dhënë, edhe i ka marrë të drejtat, edhe shkë ty të ka zhgënjy edhe... Më ka zhgënjy, le rasti i kësaj kolegës, në fakt e kom pas shevet në ndërrimit. Jo, ndoshta aq shumë sa më ka zhgënjy pozicionimi i e prorëve tjerë. Do më thonë që me këmbë ngulje kanë mbrojt atë tezë. Që ajo është ajo që ka kry punë, se tash e pendi vetën sikur fëmija jone buna ti se bune, a kupton?
nuk ka pesh, nuk ka etik të shprehunit kjo. Mirë po sa i përket rastit konkret, ekziston vetëm një e vërtetë. Nuk ka shans, nuk diunë në botë për një ndodhi rasti që mundën të jenë dy apo më shumë verzion. Tjetra, një zyrtar policor do të jetë i ndershëm në çdo rrafsh. Edhe tash i njëjti, kur i shtrembron mënyrën më të vrasë të mundshme, edhe disa të tjera përkrohen, unë nuk di si të etiketoj këtë. Po nga njerë nuk e fajsoj fort, po them, mendimimi është, këtë protagonistën sa janë ata të cilët e kanë përkrohen. Nga se, unë e di një gjë, ai i cili, si zyrtar policor, deri para mjeteve të informimit, pa ma sinjalin e gjelbër prej e prorëve, nuk guxon me dalë. Turp më të madhun e mjetë me s'kum po. Aq më parë nga kolegët edhe bashkëvendasit dhe bashkëkombasit e mi. Një gjatil se kam meritu, definitivisht. Kur kom dëgju që do të me shku me 6-7 orë, në 2008 në Akademi Policore Voshtrau dhe në ndohen mirë njohjet, edhe ku morë informat që kolegja e mërë të njëjtën, në kom thonë s'vi. Edhe s'kom pas me shku. Ata më thonë, ose vjen ose nuk vjen është problemi yti, me njohjen, në më tonë e merë komandanti stacionit edhe të bjen ty. Edhe jem që jem shku atë. Për ndryshe, më vjen keq, se është kjo fjallë jashtëzakonisht me peshë edhe e dhëmshme një farforme, po nuk pajtono. Në të thëmë, shive, po thëmë prapë, qëfar do qëftë ndodhi apo rast, nuk mundet i ketë dy apo më shumë të vërteta. Aty ekziston vetëm një vërtetë. E vërteta është kjo çfarë unë bëj. Pa më dyshe, e kam dërgjegjen e pastër dal para çdo institucioni, para çdo ente ku ta diunë, para Zotit e gjithë. Kjo ka qenë e vërteta, as më shumë, as më pak. Kush çka ka bën këtë drejtim le të shërbej për ndeja. Tjetër s'di çka më thonë, edhe uroj që gjërat tilla mos të ndodhin, jo vetëm polici, po ashkun. Nga se, nëse i zbërthejmë këto elemente, çdo kush është i dikujt, ka bab, ka nan, ka motër, ka vlla. Edhe ti tash imagjinoje, kur dikush e rrezikon jetën, edhe ti tash ai treti me dal prej kornerit që shtojmë na, edhe të jep epitete, jo kështu jo ashtu. Nuk shkojmë të sene, definitivisht nuk shkojmë. Mesazhi im është ky, mos i të vërtetës kurrën e kurrës. Edhe nëse të kushtoj, tash me thonë edhe me jetë është pak mirë, po edhe nëse të kushtoj një karrierë kësi, është burni, është njerëzi. Shif edhe gjinia të mlore, ka burni në vetë. Adin mos të ludoj që veç të moshkoj, po të gjithë ruzullit të kësor, ose më mirë që prapo flasëm veç për treva tona këtu, mëse më rëmburë realitetet, që për shembull ka ndodhur rasti që 17 vitet plota ju mbod, do të thotë me 14 që është 17 vjetë sa për vjen, 4-5 muaj, edhe në për vete, kur rrëfejna rrëth kësaj temi më duket që jam në qatë rast atipore. Edhe shqyqyr që s'ke mundësi me pas një farë kino projektori se ti kësha qitë kështu 100% faktet qysh është zhvillu rasti edhe ndodhia. Po, s'ti bësh, edhe kjo është pjesë e jetës, kretë me shpresë se nuk do të ndodhin kur këso gjëra. Këtë ma kanë bo kolegët, këta cilët janë në fato këto, të cilët i ndjej si pjesë të shpirtit kështu edhe jem shumë mirënjohës, edhe është gjëja ma me vlerë për mu. Vlerësimit cilin ma ka bo që ndoshta edhe nuk e meritaj. Ama sinqerisht jo me pa tekst formulim që thësha ajo mune që ki gargjulli më ajo. Po respekt për gjithë, inshallah more Zot veç një mirë për gjithë, pa për jashtë.